Viti 2025 ka shënuar një përgjysmim të shitjeve të apartamenteve në qytetin e Fierit. Sipas agjentëve imobiliar, ky trend ka ardhur si pasojë e disa faktorëve. Shumica e shitjeve në Fier bëhet nëpërmjet shitjeve me kredi bankare dhe në korrik të këtij viti politikat e bankës ndryshuan, ne nuk kemi më mundësi të financim, asnjë nga bankat nuk ofron mundësinë e financimit 100%, dhe trendi i Fierit ose pjesa blerëse, dërmuese në Fier, janë pikërisht çiftet e reja me blerje me kredi bankare. Si zona më të shtrenjta vlerësohen lagjet Apolonia dhe Kastrioti, ndërsa blerësit janë kryesisht çiftet e reja, që interesohen më së shumti për banesat me sipërfaqe të vogël. Sipërfaqet e kërkuara janë ato sa më të vogla, për ju shitës që keni sipërfaqe të mëdha. Duhet kuptoni që fuqia blerëse në Fier është midis shifrave 70-75.000 euro të përballueshme nga pagat tona. Pra jemi pak realist, sepse pjesa blerëse në Fier nuk jemi një qytet ku mund të investohet për bregdet ose ku mund të investohet për blerje prone me qëllim rritjen e çmimit. Jo, ne jemi një qytet që pjesa dërmuese është për banim. Nga ana tjetër, në qytetin e Elbasanit është vënë re një trend i ri, ku është rritur kërkesa për blerje apo qiramarrje të shtëpive, për shkak të afërsisë gjeografike me Tiranën. Kërkesa vjen në rritje nga studentë dhe familje që punojnë në kryeqytet. Kërkesat në Elbasan për blerje apartamentesh ose për marrje apartamentesh me qira gjithmonë e më shumë janë në rritje. Kjo vjen për shkak sepse individ të cilët punojnë në Tiranë ose studiojnë në Tiranë, gjithmonë më shumë po vinë të jetojnë në Elbasan, pasi çmimet në Elbasan janë më të lira referuar me Tiranën. Çmimet e banesave në Elbasan, sipas agjentëve, janë thuajse të njëjta me ato të 3 viteve më parë. Apartamentet ekzistuese në metra katror janë më pak se sa apartamentet e reja dhe detyrimisht çmimi i përgjithshëm vjen gjithmonë është më i pakët. Megjithatë, ekspertët e tregut thonë se situata mund të ndryshojë së shpejti, pasi nga janari 2026 parashikojnë rritje të çmimeve për Elbasanin.